Best Folk Male. Best Pop Folk Male. Good evening, ladies and gentlemen. Do t'ju përshëndes të gjithëve në emrin e Ziko TV dhe të gjithë shqiptarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë sa atje jetoj. Do të përshëndes dhe të falenderoj Kacin dhe Artin për grimin dhe make-up për flokët. Si që me tani, kishim shumë talentat të cilët edhe unë i njoh. Dhe tani dhe çmimi për Best Folk Pop shkon te Imali Labi. Të dua Big Mama. Faleminderit shumë. Përshëndetje për Ziko TV. Dhe faleminderit që po na bën bashkë neve të gjithë kolegëve. Dhe duhet të them që më vjen mirë që të gjithë nga pak marrim çmime. Mirë po, sot për sot, ndoshta është pak më e lehtë për me depërtu në, po mendoj, me bë famë, ose në skenën e muzikës. Mirë po, ka qenë shumë e vështirë për të veçuar në emra të estradës shqiptare shumë vite më parë, kur shembull ke pyet ndonjëkon, ose të ka pyet se cilin këngëtar apo këngëtare e njeh në Kosovë, unë dua të them që në mesin tonë është një veterane e muzikës mbar shqiptare. Ndoshta të tjerët nuk e keni pa, mirë po, unë e di shumë herë kur më ka folë babi im për të, është e madhja Shpresa Gashi. Brez pas breza i kemi kopjuar këngët e saj dhe të madhës Nexhmie Pagarusha, kështu që mburëm për atë kohë që ka pas Kosova dhe ka yje se qini ju. Ndërsa tani përshëndes dhe i dua gjithë kolekt dhe kolekt e ri që janë tani në estradën shqiptare. Faleminderit shumë për çmimet, sukseset gjithë.